Përdhunoi dhe vrau 12 vjeçare në Francë burg për jetë për autoren. Për herë të parë autoritetet franceze marrin këtë vendim për një grua. Tashmë është marrë vendimi për autorin e përdhunimit dhe vrasjes së një vajze 12 vjeçare në Paris, duke u dënuar me burgim të përjetshëm. Ky është rasti i parë në Francë ku një grua merr këtë dënim. Lola Daviet u vra në tetor të vitit 2022 dhe trupi i saj u gjet në një garazh pranë shtëpisë së saj. Benkiret, një emigrante nga Algjeria, kishte marrë urdhër për t'u larguar nga Franca. Rasti ka nxitur reagime të forta nga politikanët e krahut të djathtë dhe ekstremit të djathtë, të cilët e kanë përdorur çështjen për qëllime politike. Ndërkohë më parë, këtë dënim e kanë marrë vetëm figura të njohura si vrasësi serial Michael Fourniret dhe xhihadisti Salah Abdeslam, pjesëmarrës në sulme terroriste të Parisit në vitin 2015 që i mori jetën 130 personave.